Mbledhja e parë e qeverisë Rama 4 solli shkarkimin e Erjon Veliajt. Vetëm një ditë pas njoftimit nga prefekti i Tiranës për vendimin e Këshillit Bashkiak, të cilët votuan pro shkarkimit të kryebashkiakut, shefi i ekzekutivit së bashku me kabinetin që ai drejton, nuk humbon kohë duke zhvilluar mbledhjen ku u vulos dhe largimi i Veliajt. Në mbledhjen që zgjat një orë, kreu i qeverisë firmosi dhe dokumente që do të vënë në punë presidentin e Republikës për të dekretuar zgjedhjet e pjesshme të cilat pritet të mbahen në fund të vjeshtës. Me njoftimin nga Këshilli i Ministrave, kreu i shtetit ka një afat prej 48 orësh për të dekretuar zgjedhjet me datën që duhet të caktohet jo më herët se 30 dhe jo më vonë se 40 ditë. Vendimi për zgjedhje në Tiranë u njoftua që prej datës 11 shtator nga vetë kryeministri Edi Rama gjatë asamblesë së Partisë Socialiste, ku caktoi Rogerta Manastirliun si garuesen për kryeqytetin nga radhët e Selisë Roz. Gjithashtu, sipas burimeve, Manastirliu do të mbështetet në garën për Bashkinë e Tiranës nga zëvendës kryeministria Belinda Balluku, e cila do të jetë drejtuese politike e qarkut, duke u bërë kështu kraj Manastirliut për fushatën e vjeshtës. Hapa të cilat Partia Socialiste tashmë ka nisur, me Edi Ramën që mblodhi deputetët e Tiranës dhe ministrat në Selisë Roz pas ditën e së mërkurës, ku vendosi dhe piketat që duan për zgjedhjet e pjesshme. Mbështetja e Partisë Socialiste përpos Tiranës, qytetarët e Vlorës, Beratit, Tepelenës, Matit dhe Cerrikut pritet të i drejtohen gjithashtu kutive të votimit, pasi edhe këto bashki do të futen në zgjedhje të pjesshme.